Duket se shkolla shqipe Alba Live në Bronx ditën e diel me 12 tetor kishte ftuar nga asambleisti mirënjohur i Parlamentit New Yorkut John Zakaro Jr., një dashamirës i madh i shqiptarëve dhe mbështetës pa kushte i televizionit dhe shkollave shqipe Alba Live. Ambasadori i Kombit mori pjesë në paradën vjetore të ditës së Kristofor Kolombit që përkon me vitin e 48 të saj. Shkolla shqipe Alba Live në Bronx parakaloi me krenari ligjshme për faktin se ka filluar hapjen e shkollës shqipe në Bronx në shkollën që mban emrin e madh Kristofor Kolombos dhe po vazhdon me plot dinjitet, duke rritur reputacionin në sytë të drejtoreshës, ekipit saj dhe gjithë oficerët sigurisë. Një grup nxënësish me mësuesit e tyre, profesionistë e rindën dhe migenë marshuan në rrugën e njohur Morris Park, midis grupeve të mëdha si Fondacioni Belli, dalluar për humanizëm dhe grupet të tjera nga shkollat, bizneset, bandat muzikore që jepnin rrugës një gjallëri dhe entuziazëm të mrekullueshëm. Edhe pse ishte një ditë e zymë, të gjithë pjesëmarrësit dukeshin sikur formonin një diell për përfshirjen e nxënësit, prindërit dhe mësuesit e Alba Live. Televizionet dhe shkolla shqipe Alba Live kanë programin e tyre të nderojnë figura të ndritura historike si të Shqipërisë ashtu dhe ato amerikane, përfshirë këtë ditë pushimet vendosur në sajt të zbulimit të madh që realizoi Kristofor Kolombo. Ftesa nga John Zakaro dhe zonja fjesnike dhe plot mirësi nga Ormela Beshiru mirëprit me dashuri dhe respekt pa kufishëm. Dita e Kristofor Kolombos është festë kombëtare pushimi në shumë shtetet e Amerikës dhe një ditë pushimi federal në Shtetet e Bashkuara, të cilës zyrtarisht feston për vjetoren e mbritjes Kristofor Kolomb në Amerikë, ndërsa presidenti i Shtetit të Bashkuara Donald Trump rinëshkroi një proklamat në 9 tetor që e njeh këtë ditë me emrin Dita e Kolombit, pasi kishin bërë disa përpjekje për ta ndryshuar atë.